Sulmi i fundit izraelit ndaj fushës së Gazit South Pars ishte një lëvizje kalkuluar për thelluar përfshirjen amerikane dhe për të provokuar një përballje të drejtë për drejtë mes Iranit dhe shteteve arabe të gjirit. Duke shpadur sulmin, zyrtarët izraelit pretenduan se ai është koordinuar dhe miratuar nga SBA-ja, duke i lidhur në mënyrë implicite Washingtonin me këtë veprim. Megjithatë, brenda pak orësh, Donald Trump i deklaroi se nuk kishte dieni dhe për herë të dytë kërkoi që Izraeli të ndalte goditën ndaj objekteve energjetike. Menjëherë pas kësaj, Benjamin Netanyahu thirri me ngud një konferencë për shtyp, duke pohuar se sulmi nuk përfshinte SBA-n. Kjo kontradikt tregon ose një tjetër gënjeshtër të prodhuar nga Izraeli, ose një ndarje të qëllimshme rolesh që i lejon Trumpit të mohoj dienin paraprake dhe të qetësoj shqetësimet e shteteve të gjirit mbi goditjen e infrastrukturës energjetike, gjë që mund të provokojë një kundërpërgjigje të ngjashme nga Irani, shkruan publicisti Jamal Kanj. Sulmi izraelit ndaj kësaj qendre të madhe Gazi shënon një përshkallëzim të rrezikshëm strategjik. Zgjedhja e objektivit nuk është e rastësishme, por një përpjekje qëllimshme për të nxitur një luftë më të gjerë. Ajo është pjesë e një përpjekje të kahershme dhe të errët izraelite për të mbajtur kaos të përhershëm në rajonin e Qirit dhe e lindjen e mesme.